Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Këto 14 shenja tregojnë që mëlçia juaj nuk po punon siç duhet. Mëlçia është organ shumë i punësuar dhe kyç për tretje, por që për shkak të shtimit të futjes së toksinave në organizëm me anë të ushqimit apo nga ambienti mundet të punojë ngadalë. Ekzistojnë disa simptoma të cilat tregojnë punën e ngadalësuar të mëlçisë. Shpesh vjen deri te lodhja madje dhe me rastin e mundimeve minimale fizike. Shfaqen në dhimbje të kokës të cilat manifestohen në gropat e syve. Shfaqen në dhimbjet në nyja dhe në muskuj. Shfaqet djersitje e shtuar sepse trupi nxjerr jashtë toksina të cilat mëlçia nuk mund t'i përpunojë. Shfaqen probleme me lëkurën në formë të akneve dhe ekzemave, sepse vjen deri te grumbullimi i bashkimeve toksike, të cilat mëlçia nuk i ka përpunuar, por që i ka nxjerr jashtë. Shfaqen shpesh alergji, sepse toksinat grumbullohen në organizëm. Shfaqen probleme me kapsllokun apo me vjedhjen, ndërkaq këto përcillen me dhimbje stomaku siç ndodhin edhe fryrjet. Ekziston problemi me shtimin e peshës edhe pse nuk futet në organizëm shumë ushqim. Shfaqen probleme me tretjen e ushqimit të yndyrshëm. Shfaqet erë e keqe, shfaqet disbalanca hormonale sepse mëlçia nuk mund të eliminojë tepricën e hormoneve. Është shumë e mundshme që t'u shfaqet depresioni edhe pse nuk keni qenë të ekspozuar ndaj traumave apo ngjarjeve të cilat do kishin mundur ta shkaktonin atë. Shfaqet gjithashtu ndjenja e shqetësimit sepse krijohet përshtypja që do të ndodh me patjetër diçka e keqe. Simptomat e përmendura munden që të jenë edhe simptomat të sëmundjeve të tjera, mirë po, për t'i eliminuar problemet me mëlçin, është njëkohësisht me rëndësi që të vizitoheni tek mjeku, si dhe nga dita në ditë të ushqeheni në një mënyrë kualitative. Detoksifikimin e mëlçisë, më së miri do të arrini me të ushqyer me ushqim të pasur me pemë, me perime, me vaj ulliri, peshk dhe me proteina bimore dhe gjithashtu shtazore. Për të mbrojtur mëlçin tuaj ju duhet që të shmangni konsumin e tepërt të alkoolit dhe të kafeinës. Mëlçia është organi që kryen disa prej funksioneve më thelbësore në organizëm. Ajo shërben gjithashtu si baza e çdo procesi të metabolizmit. Mëlçia filtron gjakun, prodhon enzima, shpërbën yndyrat dhe çliron energji. Toksinat transformohen në një barë të madhe për mëlçin dhe dëmtojnë ndjeshëm të gjitha funksionet e saj. Problemet me funksionet e mëlçisë ngadalësojnë procesin e rënies në peshë. Kjo ndodh sepse ngadalësimi i yndyrave apo punës së mëlçisë e bën më të vështirë metabolizmin e yndyrave. Mëlçia duhet detoksifikuar rregullisht në mënyrë që funksionet e saj të jenë optimal. Referuar disa studimeve të rëndësishme, një nga mënyrat më efikase për detoksifikimin e mëlçisë, ne do t'ju a tregojmë në këtë video. Kjo recetë do të rikthejë të gjitha fuqitë natyrale të mëlçisë brenda 5 ditëve. Përbërësit e nevojshëm për këtë recetë janë 1 filxhan me majdanoz të grirë, 5 kërcenj selino, 6 gota ujë, 3 limon. Në fillim ne ju udhëzojmë të lani të gjithë përbërësit me ujë të bollshëm. Përdorni sodë buke për larjen e limonëve nëse do t'i përdorni me gjithë lëkurë. Më pas futeni të gjithë përbërësit përveç ujit në një mikser. Përzieni mirë dhe më pas shtoni ujin. Përzieni bashkë me ujin derisa masa e përftuar të jetë gjithashtu kompakte. Për rezultate optimale duhet që të pini 2 gota nga kjo kurë përpara çdo vakti. Kura duhet pirë për 3 ditë me radhë, më pas duhet të bëni 7 ditë pushim dhe pastaj përsëriteni sërish. Përpiquni të qëndroni larg metaleve të rënda dhe pini mjaftueshëm ujë që të shumëfishoni ndikimin e kurës pastruese dhe të përmirësoni përpjekjet për të rënë në peshë.
Ushqimet më të mira për shëndetin e mëlçisë. Rushi. Rushi, veçanërisht ai me ngjyrë të kuqe ose vjollcë, përmban një stër substancash mirëbërëse siç është rezervatroli që ka një larmi vlerash për shëndetin e njeriut. Shumë studime kanë treguar se rushi dhe lëngu i tij ndihmon gjithashtu mëlçinë. Lëngu i panxarit. Sipas të dhënave, lëngu i panxarit është një burim nitrati dhe antioksidantësh që munden të përmirësojnë shëndetin kardiovaskular dhe gjithashtu të paktësojnë dëmin oksidues dhe gjithashtu inflamacionin. Perimet. Sipas të dhënave, perimet si lakra e vogël, brokoli ose barishtet janë gjithashtu të njohura për përmbajtjen e lartë të fibrës dhe shijen karakteristike. Ato kanë gjithashtu substanca bimore mjaft të rëndësishme. Ekstraktet e lakrës gjithashtu dhe brokolit rrisin nivelin e enzimave detoksifikuese dhe mbrojnë mëlçinë tuaj nga dëmtimet. Arrorët. Arrorët janë gjithashtu të pasur me yndyrra, substanca bimore dhe ushqyes, duke përfshirë vitaminën E, një antioksidant tepër i rëndësishëm. Kjo larmi përbërësish i jep organizmit, veçanërisht të zemrës dhe mëlçisë, shëndet të mirë. Peshku. Peshqit kanë gjithashtu nivel të lartë yndyre dhe janë tepër të mira për mëlçinë. Studimet gjithashtu kanë treguar se ato ndihmojnë në parandalimin e akumulimit të yndyrave tepër të rrezikshme, ruajnë nivelin e enzimave, luftojnë gjithashtu inflamacionin dhe përmirësojnë edhe rezistencën e insulinës. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit gjithashtu konsiderohet tepër i shëndetshëm sepse ka shumë vlera dhe ndikim në shëndetin e zemrës dhe të metabolizmit. Gjithashtu duhet të keni parasysh se ekzistojnë edhe disa pije të cilat pastrojnë mëlçinë tuaj ndërkohë që ju flini. Në mjekësinë popullore kineze besohet se mëlçia funksionon më mirë nga ora 1 deri në 3 të mëngjesit kur trupi juaj pushon. Çaji i kamomilit. Ky çaj gjithashtu përmban shumë antioksidant dhe ka aftësi qetësuese dhe njëkohësisht largon stresin. Ai përmirëson njëkohësisht cilësinë tuaj të gjumit, zbut nervat dhe gjithashtu largon problemet. Antioksidantët tek kamomili luftojnë gjithashtu inflamacionin që i kanoset organeve dhe i pastrojnë ato nga toksinat. Çaji i kamomilit i ëmbëlsuar me pak mjalt duhet pirë gjithashtu çdo mbrëmje për 2 javë me radhë. Ujë i ngrohtë me limon. Kjo pije mundet që të pihet në mëngjes ose gjithashtu mundet që të pihet edhe në mbrëmje. Nëse ju zgjidhni ta pini në mbrëmje, kjo pije do t'ju ndihmojë që të pastroni mëlçinë dhe gjithashtu të eliminoni toksinat apo mbetjet të ndryshme ushqimore. Dhe nga ana tjetër, ekspertët thonë që gjysmore përpara gjumit duhet që të pini 200 ml ujë të ngrohtë. Dhe nga ana tjetër duhet që ta përzieni atë me lëngun e një limoni. Kura duhet konsumuar për 21 ditë me radhë. Çaji xhenxhefili me limon. Xhenxhefili dhe limoni janë të mrekullueshëm jo vetëm për rënien nga pesha, por njëkohësisht edhe për përmirësimin e shëndetit. Ato ofrojnë shumë vitaminë C dhe antioksidantë të cilët luftojnë shumë sëmundje. Xhenxhefili dhe gjithashtu limoni luftojnë inflamacionin tuaj dhe eliminojnë toksinat nga mëlçia. Çaji i xhenxhefilit dhe limonit duhet pirë 3 herë në javë. Për këtë çaj juve ju nevojitet 250 ml ujë, një fet xhenxhefil dhe lëngu i një gjysmë limoni. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku.
Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.